që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Vazhdojmë te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Me 9 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 52 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka asnjë, abstenim nuk ka asnjë, nuk kemi kvorum, atëherë ndërpritet seanca dhe shihemi me 13 qershor në orën 11.